Atëherë jemi sot këtu për të vazhduar procesin e filluar dje për zgjedhjen e presidentit, presidentes së vendit. Besoj që kryetari i Kuvendit, kur fillon tash vazhdimin e seancës, në fakt do të bëjë edhe një thirrje për opozitën. Jemi dëshmitar që edhe deputetët e opozitës janë shumica prej tyre edhe këtu në Kuvend dhe i ftojmë që të vinë në sallë dhe të bëhen pjesë e këtij procesi të rëndësishëm dhe t'i ofrojmë vendit presidenten edhe të vazhdojmë tutje punën duke shmangur edhe një palë zgjedhje të reja. Tani ne kemi parë dje edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që prezantoi një listë me nënshkrime, ndonë pa një emër specifik, por e vërteta është që ato nënshkrime me sa e njëri nuk janë ofruar as kryeministrit Kurti, as mua si shefe e grupit parlamentar në mënyrë që të bashkangjisim nënshkrimet e deputetëve tonë dhe nuk ka asnjë lëvizje përtej një deklarate që ne jemi në Kuvend, sikurse e thash edhe dje, presim të gjithë deputetët që të vinë në sallë edhe të përmbyllim procesin e zgjedhjes së presidentes. Zoran Magosi ju kanë akuzuar për shkelje të kushtetutës. Si e vlerësoni? Tani ne jemi deputet të zgjedhur, kemi mandat politik që të marrim vendime të cilat konsiderojmë që janë në interes dhe në të drejtë të qytetarëve. Sikurse e përmenda edhe dje, seanca është ftuar me 40 nënshkrime. Në seancë kemi qenë 61 deputet dhe kemi filluar seancën, ndërkohë që procesi i votimit me votë të fshehtë e lejon mundësinë që deri në përmbyllje të procesit mund të marrin pjesë të gjithë deputetët që janë të interesuar dhe duhet të votojnë. Në këtë pikë, në momentin që u pa që nuk janë 61 vota në kuti, e dini që kryetaria ndërprehu seancën për të vazhduar sot dhe sot presim që të vinë edhe deputetët. Konsideroj që përtej fajsimit ose hedhjes së akuzave e rëndësishme është që të gjejmë zgjidhjen edhe të zgjedhim presidenten e vendit. Ndërkohë që ne po shkojmë në sallë sepse jemi të interesuar të zgjedhim presidentin edhe të presidenten edhe të shmangim zgjedhjet. Edhe sot, edhe këtu, edhe tani ju bëj thirrje deputetëve të partive të tjera që të vinë në sallë edhe të ofrojmë mundësinë që të shmangim një palë zgjedhje të reja për më shumë të zgjedhim presidenten tashmë që kemi propozime të reja konkrete e pa që doktoresha Feride Rushiti i mori 63 vota, është një emër i respektuar, një emër që ka kontribuar gjatë pjesës më të madhe të jetës saj, një emër e cila ka vlerësime edhe ndërkombëtare, është nominuar për çmimin Nobel për paqë, pra po flasim për një kandidaturë që do t'i bënte nder edhe Kuvendit, andaj ju ftojmë të gjithë deputetëve që të vinë edhe të bëjnë pjesë e votimit. A do të përsëritet raundi i parë? Zgjedhjen e presidentit në formën karate? Unë nuk pajtohem me deklaratat individuale, është gabim një qasje e tillë. Ne si grup parlamentar dhe si lëvizje kemi qëndrimet publike edhe qëndrimet që i marrim si grup parlamentar. Asnjë deputet në diskutimet që kemi pas në mbledhjen e grupit parlamentar nuk ka pas, domethënë, ndonjë vlerësim të tillë. Për më shumë ne kemi diskutuar gjëre gjatë, gjua e tillë nuk është e duhura edhe nuk i bën nder një deputet. Është formë mirë forma karate për shmangjen e zgjedhjeve. Sa po e dash një bashkëpartiak juje. Do të vlerësoni pikërisht shprehjen e saj e tij dhe epitetin që i ka dhënë krejt procesit. Më fal, po për këtë pyetje unë sapo u përgjigja. Nëse dëshironi ta përsëris edhe një herë, mund ta përsëris. Vetëm një sekond. Jo që i prezantoj 15 nënshkrimet, po jo hapi sfidë. Unë jam me 15 nënshkrime gati, nëse ata janë me 66, ashtu që shkam po të cu gati. A ka vullnet për me u taku prap, me i diskutu, gjithashtu ata kanë aludu në emën të Vjosa Osmanit si kandidatë për presidente. Konsideroni ju që na ka sfiduar neve, flisni ju për aludime, unë nuk mund të aludoj. Si shefe e grupit parlamentar, pres që unë ose kryeministri Kurti të pranojmë 15 nënshkrimet, qoftë edhe me emër konkret. Unë nuk di në kënd kanë aluduar, nuk di për kënd i kanë mbledhur ato nënshkrime, sepse nga letra që u pa mbrëm nuk ishte emër të kandidatit, për më shumë lista e kishte datën 25
Dhe ndërkohë ne kemi pa plot deklarata të deputetëve të DDK-s për emra specifik. Nuk është e imja të flas për emra të përveçëm në të cilat mund të aludoj kushdo qoftë, e imja si kryetare e grupit parlamentar është të pres në shkrimet me një emër. Po vazhdoj në seancë e të takuar një Vazhdojnë me rondin e parë apo?